Përshëndetje të nderuar shikues, po ritakojemi përsëri me gjurmët sot për të ndalur tek disa tema. Do të hedhim një vështrim të përgjithshëm dhe më të gjerë në tema të ndryshme mbi gjendjen aktuale të vendit ton, mbi gjendjen politike, atë të shoqërisë ton, marrëdhëniet ndërretnike, për shkak se kanë nxitur mjaft debate, sidomos nga ato rastet e fundit që kemi pasur me gjuhën e urrejtjes dhe dhunën në sport më shumë. Dhe do të hedhim një vështrim, siç e thash edhe më parë, të përgjithshëm mbi gjendjen se ku jemi neve sot si shoqëri dhe ku po shkojmë. Për të diskutuar më tepër për të gjitha këto çështje, kemi sot të ftuar analistin Ibrahim Mehmeti. Mirë se erdhët. Kënaqësi. Do ta nisim me gjendjen politike në Maqedoninë e Veriut sot. Politika gjithmonë ka pasur një ndikim shumë të madh në shoqërinë tonë, dëshëm apo s'dëshëm është gjithmonë e pranishme në diskutimet tona. Si e vlerësoni gjendjen aktuale momentale në vend? Po, për fat të keq te ne politika është tepër prezente në të gjitha sferat e jetës. Me thonë, nuk shoh unë se ka një sferë ku dominon ndonjë temë tjetër ose ndonjë aktivitet ose sferë e ndryshme, kulturë ose letërsi ose sporti. Këtu politika është gjithmonë, edhe çdo kund. Si është gjendja politike tash, është vështirë për ta elaboruar për shkak të momentit, sepse kishim zgjedhjet lokale dhe tani është një farë rindërtimi, të themi, ose komponimi i gjitha këshillave komunale, kryetarëve të komunave, edhe pse këto janë zgjedhje lokale, megjithatë kanë ndikim në atmosferën e përgjithshme. Edhe ato sigurisht se luajnë rol të rëndësishëm dhe duhet presim një kohë ndoshta të shohim se nga jemi të shku, nëse e krahasojmë me periudhën para zgjedhjeve. Kjo që shifet, ka disa shenja që duken edhe tani se disa punë mu s'paku nuk më pëlqejnë. Sot për shembull që ishte një preskonferencë e kryetarit të qytetit Shkupit, që flet se gjërat mund të shkojnë në kakje të cilat për dikujt janë shumë mira, mirë po për dikujt tjetër ndoshta jo as mira. Shifet se nuk ka kujdes të mjaftueshëm për gjithë qytetarët e një qyteti ose të shtetit. Dhe këto gjëra mendoj se mbeten konstante tani. Nëse shohim një gjendje të përgjithshme të politikës në vendin tonë, nuk flas vetëm mbi pushtetin lokal, por në tërësi, a mund të themi se kemi stabilitet politik? Po, stabilitet në një farë mënyrë kemi për momentin, dhe kjo më tepër për arsye se edhe në rajonin tonë situata nuk është se është e mirë, po është stabile në kuptimin se ndoshta edhe nuk lejohet nga faktor të mëdhenj të rëndësishëm që kjo gjendje të bëhet pak ndryshe në kuptimin e destabilizimit të saj, edhe pse kemi pas në momente të destabilizimit në këto disa vitet e fundit, por në përgjithësi në këtë moment unë nuk shoh se ka ndonjë paralemir për ndonjë destabilizim, po ne e dim se këtu është rajon i vogël, kemi shumë shtete të cilat nuk kanë ndonjë komunikim të mirë ndërmjet vete me përjashtime të caktuara. E shohim se ka disa aleanca veri-jug, linje perëndim të themi, dhe ne si shtet që jemi në mes, kjo sigurisht se ka ndikim edhe destabilizimi mund të ndodhë shumë lehtë. Nga ana tjetër unë shoh se edhe në sferën e brendshme, brenda Maqedonisë, gjithashtu ka procese të cilat mund të çojnë ka jo destabilizimin në atë kuptimin klasik se tash do të ketë të llovi, po destabilizimi proceseve. Po. Do të thonë ne jemi një shtet i cili është në të themi në vazhdon e disa proceseve, padyshim më i rëndësishmi është integrimi evropian, domethënë si proces, dhe këtu mund të ketë destabilizim. Ne praktikisht jo që kemi ndonjë stabilitet të madh në këtë proces, të jemi më precis, sepse procesi është në ngecje, po ndoshta mund të jetë edhe më keq. Domethënë të shkojmë edhe më larg, edhe më mbas, dhe kjo është ajo që mua më brengos edhe shpresoj se kjo breng nuk do të realizohet. Çfarë reforma është nevojite ndoshta për të përmirësuar gjendjen apo për të avancuar më tepër? Reformat, kjo është një fjalë që shumë përdoret te ne, mirë po në esencë ne presim që politikanët të ulen dhe
të mendojnë se çka nuk është në rregull edhe të fillojnë të ndryshojnë atë sende. Fatkeqësisht kjo nuk ndodh, sepse politikanët janë më shumë të fokusuar ta shohin se sa janë të fortë dhe sa fort e mbajnë pushtetin. Ai rrezikon dikush në atë që kanë fituar si pushtet. Dhe jo aq shumë çka qytetarët kanë si breng. Dhe mendoj se kjo problemi i reformave më shumë është brenge qytetarëve se sa i politikanëve. Politikanët, ata që fitojnë zgjedhje për shembull, ne kemi pas shumë cikle zgjedhore ku kemi pasë partitë të cilat nuk janë të themin në koordinim ose konform pritjeve të qytetarëve, mirë po ndihen shumë mirë se i kanë fituar zgjedhjet, si i kanë fituar është temë tjetër. Dhe atyre që flasin për reformë, ato shohin thotë pse, po ne populli na don neve. Po populli voton për arsye të ndryshme, jo se i don gjithmonë. Donjëherë voton prej frike, prej dikujt tjetër, prej frike të cilën e kanë ndjell pikërisht ata politikanë. Donjëherë votojnë për shkak të manipulimeve të mediave. Donjëherë votojnë për shkak të pritjeve të gabuara dhe për shumë arsye tjera. Ne si qytetar dhe kur flasim për reforma, unë mendoj se qytetarët duhet të jenë iniciues të reformave, të kërkojnë reforma, edhe jo reforma personale siç ndodhi te ne për shembull kur ka një problem, e ndrojnë një njeri dhe thonë që ne u reformojmë. Ne bëm ndryshime. Po, ajo nuk është reformim. Reformim është të ndryshosh qasjen, të ndryshosh politikat edhe të brendshme, jo vetëm politikat ndaj qytetarëve, ndaj votuesve të themi, po edhe politika e si funksionon, si institucion, si parti politike apo si shoqëri. Dhe këto mendoj se është një problem që unë e shoh në diskursin ton, flitet shumë për reforma duke prit partit të tregojë se çka do reform, si do reformohen. Reformat duhet të vinë, kuptohet se ata vetë, kur kush i pengon atyre të propozojnë reforma. Kjo ndodh në botën e civilizuar me shkallë më të lartë të demokracisë, atje vetë partit kanë njerëz të cilët shikojnë se çka duhet të ndryshohet, çka nuk funksionon, bëjnë analiza. Dhe ne reformat bëhen si impuls ndaj një shtytje, për shembull, nëse dikush i thotë istjoni jashtëm, Bashkimi Evropian ose NATO ose ndonjë faktor tjetër, dhe atëherë thonë, okay, atë ndryshojmë diçka, ta hekim njëri, ta vëmë tjetër, se këtë e donë të tuit i kështë me radhë. Po, mendoj se është koha që qytetarët të fillojnë të mendojnë çka na duhet neve, dhe çfarë politikanë, çfarë partish duam ne të kemi, dhe jo të presim sa ata si do të reformohen. Presim tash ne me padurim çfarë reforma do bëjmë. Ato mund të bëjnë reforma të cilat nuk kanë lidhje me ato që neve në vite si qytetar. Prandaj mendoj se duhet më tepër të fokusohemi nga ajo se çka mund të bëjnë qytetarët dhe si do ta bëjnë këtë, dhe kuptohet këtu roli i medias është jashtëzakonisht i rëndësishëm në ndikimin ose në përkrahjen ose në nxitjen e diskursit publik i cili do të shpinte deri te një ndryshim i cili do të ishte në favor jo vetëm qytetarëve, por edhe të shtetit. Është shumë shqetësuese nga këndvështrimi e mënyra se si operojnë partitë politike në vendin tonë, për shkak se shpesh herë kemi diskutuar edhe gjatë emisioneve tona si qytetarët as nuk i lexojnë programet politike në përzgjedhje, apo nuk ju ofrohet qytetarëve programe, nuk e din realisht se për çka votojnë në përmbajtje, votojnë vetëm figurat, më shumë se sa votojnë atë që ju ofrohet qytetarëve, dhe sidomos në pushtet lokal është e rëndësishme ajo që ofrohet qytetarëve, ato kushtet bazë për nevojat e tyre. Çka duhet të ndryshojë në klasën politike? Për shkak se vazhdimisht shohim vetëm ndryshim të pozitave të këtyre figurave politike, po jo ndryshim në thelb. Për shembull, nuk shohim figura të reja shumë shpesh, nuk shohim ndonjë ndryshim të madh. Kjo është edhe sa i përket programe politike. Te ne, për shembull, ka shumë parti kanë krijuar një shprehi që programet politike i kanë bërë si menu me projekte. Dhe ke 100-200 bile dhe më tepër. Nëse nuk gabon, ka edhe me 100 projekte. Edhe tash çdo qytetar do duhe të marrë të lexojë ato projekte, dhe kjo është e pakuptim. Partitë duhet e para, nëse janë të sinqert, duhet mbajnë llogari se
sa kanë kohë qytetarët edhe sa kanë mundësi t'i analizojnë dhe t'i fusin në një kontekst të gjërë ato projekte. Si ti mund të kesh 100 projekte, po ato projekte janë të shpërndara në fushat të ndryshme, në qytetet të ndryshme, e kështu me radhë ti si qytetar krijon një përshtypje në bazë të asaj sa ke kohë ti kushtojsh asaj analizit të këtyre projekteve. Po edhe nëse ke kohë, pyetja është sa do të kuptojsh për asaj se cila do të jetë sjellja e partisë, sepse ti atë mund të kenë projekte, po për qytetarët është shumë e rëndësishme se si partitë sillen ndaj qytetarëve, çfarë shoqërie krijohet, cila siguria për shembull të qytetarëve, se ti ndërton projekte, mirë po qytetarët kanë nevoja tjera, do të ndihen të sigurt në aspektin personal, në aspektin financiar, ekonomik, për të ardhmen, apo, por këto nuk fliten, ata nuk flasin se këto zgjedhje si do ndikojnë në jetën e gjeneratëve të ardhshme. Gjithë flasin për trit, po nuk është vetëm të thuash se trit do t'i punësojmë, do t'i fusim në parti politike, në administratë, okej, edhe ajo le të bëhet, mirë po, duhet mendohet se si do duket shteti mbas 20-30 vitesh dhe gjeneratët që tani janë tinexher ose që lindin, çfarë shoqëri dhe çfarë shteti do kenë. Kjo është puna e politikës, nuk është vetëm të fitosh mandatin pastaj 4 vite përsëri e kështu me radhë. Ne shohim se ne nuk kemi një vizion të asnjë partie ndoshta. Okej, mos të asnjë, por shumica dërmuese e partive nuk e çajnë kokën të themi në thojza për atë se çka ndodhe pasi t'ju përfundoj mandati atyre. Dhe kjo është fatkeqësia dhe këtu është ajo çështja e reformave, këtu duhet të vinë në pak që partitë duhet që ta fitojnë votën e qytetarët duhet të kërkojnë për tyre një koncept ose një vizion për atë se çka do të bëjnë ata. Në fakt kjo që ata e premtojnë se do ta bëjnë si do të reflektohet në të ardhmen. Në kuptimin e mbrojtjes mjedisit, gjithashtu ti mund të thush unë do ta zhvilloj ekonominë, do sjell biznese nga jashtë, ndoshta ekonomi që kanë ndotje të lartë, ti çka ke fituar mbas 20 vitesh, do kesh popullat të smur ose të ri që janë me smurje që nga rinia për shkak të ndotjes. Si shembull po e them, edhe e kështu me radhë. Prandaj ose kjo orientimi i ekonomisë në blerje për shembull, në servis vetëm. Ti nuk ke popullate cila mund të prodhojë diçka, bile nuk ke popullate cila mund të servisojë diçka. Ne tani ballafaqohemi me probleme elementare. Nuk kemi njerëz që mund të ndërtojnë diçka ose të riparojnë diçka në shtëpi. Kjo nuk mendoj se është problem i vogël. Unë dëgjoj nga shumë njerëz që kanë problem të zgjidhin problemet elementare në shtëpi. Pse? Gjithë janë orientuar nga tregtia ose shkojnë jashtë dhe këtu është roli i shtetit. Shteti duhet të marrë llogari për gjitha këto punë, edhe sigurinë personale, sigurinë e mjedisit, mbrojtjen e mjedisit, arsimi, çfarë arsimi duhet të rive. Nuk është se këtë bëhen politikanë ose politologë ose të IT ekspert, kur duhen edhe të themi sfera tjera të shkollimit të cilat janë të domosdoshme për një shoqëri të mund të funksionojë. Para se të vazhdojmë tutje, do të shkëputemi për pak minuta publicitet dhe rikthehemi përsëri në studio. U rikthyem përsëri në studio për të vazhduar edhe me diskutimin ton. Dua të di sa real dhe substancial është përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore. Është një temë për të cilën diskutohet shumë gjerësisht në vendin ton. Kjo është pyetje shumë e rëndë, në fakt edhe është vështirë për të përgjigjur përsëri, po them, sepse mbaret kush si e shef. Nëse flasim me ata që janë në parlament ose në qeveri, gjithmonë thonë se jemi shumë mirë, kemi ndikim, fjala ndëgjohet, po nga anash nuk duket gjithmonë kështu. Domethënë se vërtet shqiptarit janë aq të fuqishëm në promovimin e agjendave, në plotësimin e programeve të tyre, të themi zgjedhore, premtimin që i kanë dhënë. Dhe kjo një pjesë është gjithmonë e kuptueshme, sepse fuqia politike e shqiptarëve është ajo që është
parafasisht në korelacion me popullatën. Dhe tash, kjo kuptohet se nuk do t'jetë arsye që ata mos të kenë fuqi të mjaftueshme për të realizuar premtimet e tyre. Mirë po, kjo se sa ata do t'i realizojnë këto premtime dhe sa do të jenë të zëshëm dhe sa do t'ju dëgjohet zëri, mbaret nga partnerët e tyre Maqedonas. Dhe këtu është problemi shumë serios, sipas meje, sepse partitë maqedonase nuk kanë ndërtu një konsenzus pozitiv, në kuptimin pozitiv të fjalës, që bashkëpunimi me partitë shqiptare të ketë një standard, të themi, rënjë ndër të cilin do të ishte edhe për ata e papranueshme, të themi. Po duket se kjo nuk ndodh ashtu, edhe ata përpiqen sa e shofon tash, ndoshta tjerët e shohin ndryshe, po atë që shofonën se ata mundohen në maksimum t'japin sa më pak dhe t'ju lejojnë hapësirë sa më pak. Dhe vim te përfundimi se kjo më shumë varet nga qëndrimi ose pozicioni i partive maqedonase se sa i vetë partive shqiptare, edhe pse partitë shqiptare mund të bëjnë më shumë, unë gjithmonë mendoj se ata mund të bëjnë më shumë. Mirë po tash është kriju të një farë mendësie se ai që hyn në qeveri duhet të bëjë gjithçka të mos e rrezikojë qëndrimin në qeveri, sepse tjetër më njëherë do të bërpohet hyj aty. Kjo mendoj se nuk e di sa është, ata e dinë më mirë se janë aty brenda, i njohin njëri tjetrin, sepse kanë bashkëpunuar në kontekste të ndryshme, mendoj për partitë politike, nuk sot janë kundërshtar, pas një muaj bëhen shok, pastaj ndohen me tjerët bëhen shok. Kështu në një farë mënyrë gjithë janë shok në një moment caktuar. Në momentin tjetër janë anëmik, mirë po në përgjithësi e njohin njëri tjetrin, sepse kur janë shok flasin kështu haptazi edhe bashkëpunojnë mirë. Unë kam pas rast, kuptohet, ti shoh edhe ato akrobacione, të themi, kur ata janë të impresionuar nga partneri, të cilin e ka urrejt para kësaj, dhe pastaj përsëri urrejnë, kështu që është vështirë të thuhet se ata nuk e njohin njëri tjetrin, se sa ky tjetri do t'u azoj vendin në qeveri, dhe kjo i bën nervoz gjithkohon. Se ky tjetri do vrapoje ka dera e vogël të hyjë në qeveri. Nëse ky është një problem shumë shumë i madh, nuk është, kështu duket pak si qesharake, po është shumë serioze në fakt. Edhe mendoj se kjo më shumë t'i dëmton partitë shqiptare dhe edhe votuesin shqiptar, sepse votuesi shqiptar varet nga ajo se sa partitë janë të fuqishme dhe kanë integritet, sepse është çështja e integritetit tek e fundit. Kur ti ke premtuar diçka para votuesve tu, edhe kjo parasysh ndryshe nuk realizohet, ti nuk mund gjithmonë të arsyetosh me atë tjetrin se ky pret mbas dere. Dhe kjo nuk flas vetëm tani, kjo ka qenë gjithkohon. Pak disa herë më shumë, disa më pak, po partia serioze duhet ta pranoj rolin e vet, të cilin ja kanë dhënë qytetarët, që ti realizoj ato programe, ato mos them projekte, po përgjithësi premtimin që i kanë dhënë, dhe nëse nuk i realizon, duhet ta kërkoj fajin tek vetja, jo ta kërkoj fajin tek ky tjetër që e pret mbas derë. Dhe kjo mendoj se është një problem të cilin ne nuk po e zgjidhim edhe ne si, të themi, si vëzhgues të proceseve, edhe mediat, po edhe qytetarët. Dhe kjo është ajo sa i përket pozicionit partive shqiptare. Unë jam i bindur se nëse partitë shqiptare do të tregojnë pak integritet, edhe kur bëjnë marrëveshje, nëse partneri nuk ka pranon disa pika shumë të rëndësishme, ata do të thonë jo, ne nuk duam punim. Nuk bëhet kompromis. Dhe kur ua pranojnë, po pastaj thotë nuk e realizojmë, sepse shqiptarët vetë nuk mund të realizojnë. Ata duhet parlamenti shqiptar kursi sa të kenë, prap nuk mund t'i shtyjnë përpara pa votat e Maqedonisë. Në atë rast, nëse partneri i tradhton, të themi, ata duhet thonë, okay, ne jo të bëhen të këndshëm, të mundohen të arsyetojnë vetveten, të arsyetojnë ata, edhe kjo i bën edhe më të dobat. Edhe kjo i bën edhe më të manipulueshëm nga ana e partnerëve të tyre maqedonisë, sepse unë kam përshtypjen se këto dy blloqe maqedonase ndonjëherë bën edhe humor me politikanët shqiptar kur i shohin se sa janë
sa me ciklet mundohen të arsjetojnë vetë vetën, edhe të arsjetojnë edhe këto partit maqedonase, jo t'i thonë se jo këto janë jo korekt, edhe nuk në ndihmojnë, po thonë jo se edhe ata kanë pas probleme njënën tjetër. Kështu që mendoj se rritet frustracionet të votuesi shqiptarë, të shqiptarët në përgjithësi, për shkak se në fund del se realizimi i ambicieve të tyre politike si qytetarë, sepse ne kur votojmë ne jemi pjesë e procesit politik, apo jo, nuk është ajo se ne jemi votues dhe ajo ti je pjesë e procesit politik. Edhe kur nuk realizohen këto ambicie ose këto premtime, të cilët ti ke verifikuar me vot, atëherë lind frustracione. Edhe kur është fjala të frustracionit, nëse edhe partitë maqedonase duhet brengosen, jo të gëzohen se i kanë mund ose i kanë dominu partnerët e shqiptar, u kanë mbyll gojen me premtime, hajse nuk e bëjmë këtë, po do t'japim një projekt atje dëkund që ti të thoni votuesit tuaj. Nëse mendoj se ashtu zgjidhen problemet, atëherë është keq edhe për ata, edhe për shtetin, se për ata si parti ndoshta jo, ama për shtetin mendoj se është keq në afat të gjatë. Sepse ne e shohim se Maqedonia nuk shon në rrugë të drejtë, e shohim se gjithmonë kemi amplituda të ndryshme, edhe pyetja në fillim që ishte për raportet ndëretnike, edhe për raportet politike, edhe gjithçka varet nga tek e fundi nga integriteti, se ne nuk flasim për integritet, ne flasim për numra, për marrëveshje, po integriteti, se ti tek e fundit do të kesh pak një farë, si thush, personaliteti, se ti je zgjedhën prej mira njerëzve, ti përfaqëson ata njerëz, ti nuk mund të sillesh sikur me qenë ndonjë gjuna edhe tankohesh non-stop se ky ma bën kështu. Dhe ke një përgjegjësi ndaj votuesve. Po do të marrësh përgjegjësi, po thosh okay, se ne bëna këtë punë, e jep përgjegjësi para votuesve vetë. Edhe kjo është legjitime, edhe unë jam i bindur se ata politikanë do të marrin guximin, të thonë, shikoni ju më votut mua, ju faleminderit shumë, po unë s'e jam të çuj punën përpara. Edhe qytetarët ta shohin më tepër atë njeri se sa një që mundohet të gjejë arsjetime për atë tjetrin i cili e shtyp mbi kokë. Pasojat e politikave të tilla që bëhen nga politikanët tanë, i shohim ne qytetarët, edhe sigurisht. është e rëndësishme të mos luftohet vetëm për karrikë dhe për pushtet, po fokusi të jetë të qytetarit, edhe jo vetëm të përmbushen ato kvotat që janë patjetër të mbushen si në aspekt gjinor, si në aspekt të përfaqësimit etnik, por realisht të bëhet punë dhe fokusi të jetë tek qytetari. Absolutisht. Të ndalemi pak tek marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoninë e Veriut. Jemi një vend me shumë etni që disi bashkëpunojmë, kalojnë vitet, mundohemi që të bashkëjetojmë së bashku. Është etniciteti ende karakter këtu tek neve për pushtetet e privilegje? A kemi arritur? Është etniciteti? Kriter për pushtetet dhe për privilegje. Shiko, etnia është diçka që ne nuk mund ta anullojmë ose ta relativizojmë asnjëherë. Ti je ai që je, nëse je shqiptar, ti je shqiptar. Problemi është kur ti etninë e përdor për diçka. Se ti nuk është problem ti je shqiptar edhe shqiptar shkon në parlament, edhe në qeveri, edhe në jetën private, dhe kjo është shumë normale. Problemi është kur shiko, tash nuk është problemi se tash ne dalim këtë probleme të ne nxjerrim, po ne e pam se edhe për Maqedonasi si popull shumicë, etnia është shumë e rëndësishme, shumë bile më e rëndësishme sa që ne ndonjëherë mendojmë ose sa ata përpiqen ta tregojnë veten. U pa kjo kur para sa ishte disa muajve kur e hoqën atë kriterin etnik nga punësimet. Po, në botën ideale, ashtu do t'jetë. Ai më i mirë do t'jetë në pozitë. Mirë po, kur ti e ke diskriminu një komunitet, një popull me vite, nuk i ke lënë mundësi të zhvillohet, të shkollohet, të fitoj eksperiencë. Ti mund të edhe shkollohesh, po s'ke eksperiencë në punë. Ti mund të marrësh fakultet për çka dush, po nëse nuk punon në atë lëmi, ti kot e ke. Në shtetet e zhvilluara, nëse dikush e mbaron për shembull mjekësinë, atij diploma i vlen pa punë disa vite vetë, pastaj nuk i vlen më, nëse s'ka punuar në atë lëmi. Shkencat shoqërore vlen pak më gjatë, sepse ti
Mirë po, shqiptarët kanë qenë në atë pozitë në 50 vite para pluralizmit, ku kanë qenë të përjashtuar nga sistemi. Edhe kjo që është ndërtu ky instrument për jashtëqytetën diskriminim pozitiv, ka pas për qëllim, ose balanseri që i shqipteni, ka pas për qëllim që ta që nuk kanë pas mundësi të zhvillohen, të kenë shans të mësojnë. Edhe kjo ndodhi, edhe unë e di se ka pas përparim të madh, edhe pse askush nuk e mat zhvillimin e njerëzve konkret. Të shohim për shembull një shqiptar që ka mbaruar një shkollë, është punësuar atje në administrat, edhe ta shohim sa i ka përparuar për 5 vite, për 10 vite, për 20 vite. Edhe atëherë mund të bëjmë muhabet se a është mjaft. Edhe pasi sa shkollimi është adaptuar në bazë të nevojave të sistemit, të administratës, ose të biznesit, ose të arsimit. Ne s'kemi kurfar hulumtimi kësaj natyre, po ju ka kujtuar duke thotë mjaft ishte kështu, tash do bëjmë diçka tjetër. Edhe këtu krijohen këto probleme dhe pastaj del se shqiptarët etninë e përdorin për përparim. Kjo ishte prej marrëveshjes së Ohrit, ishte domethënë se shqiptarët punësohen padrejtësisht. Po, para kësaj maqedonasit punësoheshin padrejtësisht, se shqiptarët nuk kishin shans të hynë në konkurs, ose nëse hynë në konkurs, gjithmonë ishin nota të dobta. Unë kam punu në organizata ndryshme dhe e kam pa vetë se si një person jashtëzakonisht i kualifikuar shqiptar, nëse komisioni nuk ka shqiptarë, të thonë, kjo është e natyrshme tek e fundit. Sepse ata kur kandidati flet maqedonisht, edhe thotë ky sa i mirë, ky shqiptar ndoshta se din mirë maqedonishtën, thotë i dobat. A në fakt shumë herë ka dalë që ky edhe pse se ka ditë ndoshta maqedonishtën shumë mirë se ky tjetri, edhe pse ka shumë që di maqedonishtën shumë mirë, por në praks është treguar jashtëzakonisht i dobishëm. Mirë, por nëse nuk ka një njerëz që thotë ka dalë paks, kupton, kjo nuk është kot ky metod i është që diskriminimi pozitiv, edhe pse ai nuk quhet më ashtu, po ne nuk duhet si shqiptar, si popull i ka qenë i shtypur në sistemin e kaluar, nuk duhet automatikisht të okay, mjafton me kat, ai tash kush më i Zoti. Po ti për shembull çe femrat, ti nëse si femër konkurron me një organizatë ku krejt komisioni janë meshkuj, do kesh problem për punësim. Ashtu është natyra e njerit. Nuk është se vaqohet jetë kështu ose me vetë pirë, po ashtu funksionon njeriu. Ashtu funksionon. Edhe prandaj këto instrumente kuptohet se ka pas keq përdorime, edhe ajo është po të duhet të përmirësohen dhe etnia nuk duhet të jetë për të turpënuar. Se kur s'ka pse të ndihet më mirë ose të jetë më keq, po problemi është se te ne krijohet një narrativ i cili e fut në kontekst negativ një çështje e cila do duhet të jetë në fakt e kundërta. Thosh na vjen ne keq se ju kemi shtyp, tani ju të fitoni shansën që ta tregoni vetveten. Edhe me shqiptarët kanë dëshmuar shumë herë në shumë profesione, edhe në pozicione të shtetit se mund të bëjmë punë, dhe prandaj unë këtë tezën e etnisë si profesion të themi, po, unë jam kundër asaj që etnia të përdoret si profesion, mirë po, kjo nuk do të thotë se ne do të harrojmë pse ka pas nevojë që të ekzistojë një farë, si e thonë këtu, kuota. Kuota ekzistojnë, kanë ekzistuar edhe në shtete tjera dhe ekzistojnë në shtete tjera. Unë shpresoj se këto nuk do të kenë nevojë. Mirë po, jo ti kur e shef se tani hoqën kuotat të shket Maqedoni, kishte disa profesione, kodin ushtar, polica, e shqiptarët dirken pa aftë. Është e çuditshme. Apo, kemi një krijon dyshim. Se këtu diçka nuk është në rregull. Ose që thot kryetari i Shkupit se do të ketë këngëtar vetëm maqedon. Ndoshta ata kanë bërë seleksion, thonë vetëm ata që kanë mirë, shqiptarët s'dinë këndojnë. A është kështu? Nuk e di. Futbollist para 20 vitesh s'kishte një ishte. Zakonisht një, pastaj shkon taj, vinte një tjetër, po 1-2 se dje ka pas. Tani e ke 5-6 edhe reprezentacioni shkon përpara. Klube shqiptare s'ka pas asnjë në sistemin e kaluar. Ka pas 2-3 lojtar, edhe atë dishe me emra. Tash e ke klubet që fitojnë kampionate. Çka të flet kjo? Kur e fiton shansën, ti mund shkosh përpara, kur nuk ke shans ti do jesh i dobët edhe
edhe atë do të akuzojnë se ti mundon të integrosh ose të imponohesh me etnin. Kështu që unë përsëri se fola shumë do shta për këtë temë, po se është temë shumë e ndihshme, po etnia nuk do të keq përdoret në asnjë rast, mirë po jo edhe të shifet si turp se ja, ne jemi duke keq përdorur, se nuk mendoj se është bashkë ashtu. Para se të vazhdojmë tutje, do të shkëputemi edhe njëherë për pak publicitet dhe rikthehemi përsëri në studio. U rikthyem përsëri në studio për të vazhduar me diskutimin tonë, do të ndalim edhe pak tek marrëdhëniet ndëretnike, për shkak se kemi pas shumë raste ku tensionet ndëretnike kanë qenë në rritje. A kemi rrezik real për të tilla tensione në vazhdimsi? Si mund të përmirësohet kjo situata midis qytetarëve të thjeshtë? Për fat të keq, ose ndoshta edhe për fat të mirë mund të themi, unë sa e kam mund të konstatoj, po jo vetëm unë, këto tensione mbaren nga akterët politik, partitë politike kryesisht, të cilët i rrisin ose i ulin të tensione, jo ndoshta në mënyrë direkte, po në mënyrë indirekte, shumë kollaj këto tensione rriten, dhe kjo është dëshmu në të kalumen. Rreziku ekziston gjithmonë, sepse nëse i pyet njerëzit për shembull, dhe kjo është një paradoks jo vetëm te ne, po çdo kund. Cili është problemi kryesor, gjithmonë punësimi, kjo. Çështjet etnike janë në fund. Po problemet kur bëhen për shkak të çështjeve etnike, jo për shkak të punësimit ose për kësaj. Nuk keti të themi organizim të qytetarëve për një çështje që nuk është etnike të konfrontohen kur flasim për tensione ndëretnike. Dhe kjo flet se marrëdhënie ndëretnike vetvetiu në jetën e përditshme njerëzit edhe nuk i vërin, po kur paraqitet një problem, aty manifestohen drejt për së drejti. Dhe këtë politikanët e përdorin shumë, këto tensione, ose këto raporte përmirësohen se keqësohen. Ne kemi pa se bile diser jashtëzakonisht shpejt ndryshon kjo atmosferë, prej negativ, amplitudet janë shumë të larta, të mëdhaja edhe poshtë edhe lart, dhe kjo varet nga vullneti, nga vokabulari i politikanëve, nga sjellja e tyre në publik. Ne kishim shumë edhe raste tani me këto media sociale, me telefonat, kemi pas incizime të politikanëve me deklarata, me sjellje të cilat krijon një pakëndësi, e cila në një moment caktuar mund të eskaloj. Mbaret edhe nga konteksti. Kështu që janë shumë lehtë të manipulueshme dhe mund të kemi tensione edhe kur nuk i presim, nëse nuk punojmë në ndërtimin e raporteve ndëretnike në bazë të shëndosh, jo në baza ditore, po në baza afatgjate. Dhe prandaj thashë në fillim, pak më parë, kur flishim për raportet për pozitën shqiptare në fuqinë shqiptare në pushtet. Nëse shqiptarët shohin se partneri maqedonisë non-stop e shtyp përfaqësuesin e tyre, të cilën ata e kanë votu, do vinë ditë edhe do dëshpërohen edhe vjen një herë momenti edhe këto tensione rriten në dukje papritme, por në fakt ato janë rezultati frustracioneve të cilët krijohen për një periudhë të caktuar. E shohim që politika është një pjesë shumë kyçe në shoqërinë tonë, do si do ka një ndikim të madh tek mendësia e qytetarëve. Pse prap shohim një lloj pasivizmi tek qytetarët kur vjen puna për proceset zgjedhore, janë në tryezat tona, në diskutimet tona, padyshim, mirë po si mund ta luftojmë këtë apati të qytetarëve tana? Është kjo për shkak se kanë mosbesim tek politikanët, për shkak se ndër vite është përsëritur e njëjta histori, apo ku qëndron problemi? Po, kjo është pyetje shumë e rëndësishme. Edhe unë jam marrë me këtë temë dhe çdo herë mendohem ku është problemi. Disa herë kam bindje se qytetarët të lodhun me probleme të ndryshme, sociale, ekonomike, pasigurie, po, probleme ekzistenciale, edhe nuk e kanë në fokus temat të cilat janë, të themi, pak më abstrakte në kuptimin e të drejtave të njerit, mbrojtja e mjedisit ose keqpërdorimi i pushtetit nga politikanët ose politika
politika e cila shkon në kahje të padëshiruar për politikanët, nëse marrim integrimin evropian, gjithë thonë po, askush nuk proteston kur e shohim qartësisht se punët nuk shkojnë në atë drejtim, për shkak se partitë të cilat dëshirojnë të manipulojnë gjejnë një temë me të cilat i mbajnë nën kontroll qytetarët. Dhe prandaj ne nuk kemi atë themi proteste me tema pozitive. Kështu kushtimisht thënë, po kemi kur më juve deri te hunda, atëherë reagojnë. Ose kur është një çështje të cilën kanë shumë për zemre, atëherë reagojnë, po jo për çështje të cilat mund të shpjegohen ose janë në sferën e mendjes së ftohtë, dhe si thonë, po. Edhe këtu është problemi, se vetëm kur ju nxehet koka atëherë reagojnë. Dhe kjo nuk është se ata nuk kanë qëndrim ndaj temave të cilat janë në disfavor, po thjesht përsëri po them, janë ndoshta të lodhën edhe nuk kanë shumë halle, edhe këtë pushteti e përdor. A kur dëshiron ti nxjerr në rrugë për tema të cilat atyre ju hyjnë në llogari, atëherë me një ndërtën, këtu fatkeqësisht edhe mediat luajnë rol, jo direkt po indirekt, sepse ju japin hapësirë. Kur qytetarët kanë ose ke grupe qytetarësh ose organizata qytetarësh, të cilët kanë një hall ose kanë një ide ose kanë një temë shumë të rëndësishme, nuk fitojnë hapësirë në opinion, sepse thotë ju jeni marginal, grup marginal, nuk jeni të rëndësishëm. Çdo parti mund ta promovojë një temë, një problem ose diçka. Dhe mendoj se pjesërisht është edhe përgjegjësia e shoqërisë, jo vetëm se individët nuk janë të zgjuar ose nuk janë të interesuar për ndryshime kështu pak, të themi, të sferës më të lartë politike. Për fund, dua të di mendimin tuaj, keni parë ndër vite rrjedhën e shoqërisë tonë, a kemi shansa për përparim, apo shkojmë drejt përparimit, apo po shënojmë ndoshta një regres shoqëror? Po, për fat të keq, më duket se është regres. Unë shpeshherë kam dilema me vetveten edhe flas me zakonisht kështu i ballafaqoj këto pikpamjet e mia me njerëz më të ri, sepse thonë ndoshta unë pak tash si më i vjetër, më duket gjithçka pak kështu. Kritikon më shumë. Se nuk është si duhet. Zakonisht ashtu ekziston një bindje se njerëzit me kalimin e moshës gjithçka shohin se nuk ban, sepse nuk ka sipas pritjeve të tyre. Unë përpiqem të jem më objektiv edhe po sinqerisht mendoj se nuk shkojnë punët ashtu si duhet. Edhe përgjigjja është shumë e thjeshtë, ose arsyeja është shumë e thjeshtë. Nuk është se Maqedonia është dhe një shtet i pashpresë. Maqedonia mund të bëhet shtet tamam edhe qytet të plot. Problemi është se ne gjendemi në një det të Bashkimit Evropian, kuptimin pozitiv si një det, ta zëm, dhe shohim rreth e rrotull nesh shtetet që janë pjesë e këtij unioni, dhe nuk është kjo vetëm se ata kanë më shumë parë, po është edhe mënyra e jetës, mënyra e funksionimit të shtetit, praktikimi i pushtetit është shumë më ndryshe. Shtetet që kanë qenë totalitare, tash mos i përmendim këto ish shtete komuniste, që po e përmendim Shqipërinë se kemi pak hise, mund të themi, Shqipëria një shtet, po tash edhe pse nuk janë në Bashkimin Evropian, ata punojnë në mënyrë intensive që të koordinohen me ato vlera, të jenë kompatibil me mënyrën e qeverisjes. Ndërsa Maqedonia mundon të notoj kundër ujit, të themi, kundër rrymës së rrjedhave, edhe kjo e bën këtë ndjenjë, jo vetëm të unë, po të shumica e popullatës, për shkak se nuk ka lëvizje. Shiko, nëse një proces nëse nuk lëviz, çfarë qoftë, ndash personal, ndash si shtet, atëherë fillon kjo degradimi. Edhe unë sinqerisht e kam brengën se shoqëria fillon të degradohet nëse nuk ka përparim, nëse nuk ka një shpresë se do të bëhet diçka më mirë. Po si do të bëhet më mirë kur ti nuk ke nëse nuk je pjesë e proceseve të cilat të japin shans që të bëhesh më i mirë. Ti në Maqedoni, nëse je i mbyllur, i izoluar prej këtyre rrjedhave dhe i shet të tjera që janë të kyçën, që kanë përparim fantastik, i kemi shtete ka 2-3 herë kanë rrit
në prodhimin shtetëror, për që janë bërë pjesë të Bashkimit Evropian, dhe mendoj se kjo është ndoshta arsyeja kryesore, pse kjo si shoqëri jemi në ngjecje ose ndoshta edhe kthim prapë për disa sfera. Zotëri Mehmeti, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësia ime.